any funds. Expensive for many. The pay at work is too low. When can you start? Krahasimi është i drejtë për drejtë. Mjafton ta merrni filmin Delicious dhe ta vendosni mbi realitetin e Kosovës. Këtu e keni të materializuar atë që ka ndodhur që nga dita kur Albin Kurti, si Smontashin, u shfaq në skenë fillimisht si aktivist dhe më pas si politikan i cili dukej se mbante në shtëpi shtresat e lodhura të shoqërisë kosovare. Në fillim u prezantua si njeriu që do t'i shërbente popullit, si njeriu i thjesht që fliste për drejtësi, barazi dhe moral politik. Por ashtu si Teodora, në këtë sim, që hyn në shtëpinë e familjes Zermune, në fytyrën e pafajshmërisë, edhe Kurti e lëvizjeve vendose hyn në politikë si shkëtimtar. Shfrytzuan zgjenimin që ishte akumuluar ndër vite dhe pas çdo qeverie. Kosova u hapi derën. Jo sepse ndoshta ata ishin të përkryer, por sepse njerëzit e Kosovës ishin të lodhur nga një trajshmëria si tonë, sepse tek e fundit popullit i shkon gjithmonë për të kërkuar çdo herë më shumë. Me këtë film, më njëherë pasi Teodora fiton besimin, fillon të studiojë të gjithë anëtarët e familjes, të testoj kufit e tyre, të kërkoj më shumë nga secili, derisa të kthen shtëpinë në territor të vetin. Pikërisht, kjo ndodhi edhe me oreksin politiko-pushtetor të Kurtit. Politika që u shfaq si virgjër dhe pastër, tani u shfaq sjellje që trajton shtetin jo si institucion, por si pronë private, si hapësirë ku secili duhet të bindet një qendër të vetme, e cila menaxhohet nga Kurti edhe Lejuna. Ndërmjet premtimit dhe realitetit në Kosovë që ngjason me filmin Oreksi. Ajo fjalia kur Teodora i thot vajzës s'kemi qenë asnjëherë shoqe. I was never your friend, Esther. Dhe nuk kam qenë asnjëherë shqiptore juaj. Kjo ka qenë vetëm mënyra që ju të më hapni derën në realitetin e Kosovës. Kjo treguohet nga sjellja e lëvizjeve vendosje dhe Kurtit për 5 vite në pushtet. Kur premtimi për t'ju shërbyer njerëzve u kthye në përqeshje. Vrem, kur kam shkuar shumë vonë në shtëpi, jam ngrohur me batanije. Në vend të shërbimit doli runa politike. Çfarë hajvonash? Ndarja, përqarja, përbuzja dhe një stil udhëheqje që po e gryn shtetin nga brenda. Dhe pika më kryesore e paralelës është kjo. Në film, siç mund ta shihni, Teodora nuk hyn për të ikur. Ajo hyn për të mbetur. E në realitetin tonë, parlemrimi i Kurtit. Prandaj e kam veç një lutje në fund. Mos më rrezoni edhe një herë se mandej 3 pika, kjo nuk kupton që nuk do të arrini të më rrezoni më. Kjo ishte më shumë se fjali politike. Ishte paralajmërim për një butë të re. Të ndërtuar sipas një logjike ku mbijetesa e secilit varet nga bindja ndaj një rrethi të ngushtë. Këtë po e shohim sot, një sistem i mbyllur që ushqehet nga frika, jo nga ideja e shtetit. Kjo është arsyeja pse krahasimi me filmin funksionon. Sepse tek ne ka parti dhe ka politikanë që nuk funksionojnë si institucione.
por si sekte. Si grupime që zhveshin shoqërinë nga besimi, që marrin gjithçka ngadalë dhe kur e humbasin masken, tregojnë fytyrën e vërtetë. Çfarë hajvonësh? Pikërisht si sekti i Theodorës në Oreksi. Po del që deri në vitin 2020 kishte qenë film. Deri tonin në ora 16, kur përfundon orari i punës, këta kanë afat mi plotësu këto 2 kërkesat tona. Nga aty kishte filluar realiteti. Sepse ajo që ndodhi në Oreksin e Theodorës na ndodhi neve live, pa kamera filmike. E hapëm derën për tyke që në premtoj shërbim, drejtësi, ndershmëri. Dhe sot e gjem veten në shtëpitë huaj, në shtetin që po rrshet nga duart e një njeriu që paralajmëroi se nëse kthehet askush televizna. Mos më rrëzoni edhe një herë, se mandej Por lajmi i madh gjithsesi që ndodhi. Të nderuar kolegë, të dashur shtetor, këtu i mbyll punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme. Faleminderit e mirupafshim. Kuvendi, i cili funksionoi për 10 muaj, u shkëbe. Zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ato tashmë janë shkallur. Edhe një herë është fati keq për qytetarët dhe për Kosovën që sërish po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje. Dhe këto nuk janë thjesht zgjedhje. Janë skena e fundit. Kulmi përballë me të vërtetën. Ne e vendosim nëse do ta vllabroj Oreksi i Kurtit apo do ta kthejmë në rrugën e duhur Kosovën tonë. Në film, familja kupton shumë vonë se këndë ka futur brenda. Dërsa ne ende kemi kohë që të kthjellemi. Dhe momenti kur do të bëhet matja nëse jemi kthjellur ose jo, është 28 tetor. Pra, është ai çasti kur populli vendos do ta kthejmë shtëpinë në duart tona apo do ta lëmë të bjerë përfundimisht në hijen e një pushteti që po rritet si një sekt. Vendimi është i unë. Dhe këtë herë, fundi nuk shkruhet nga skenaristi. Fundi shkruhet nga vota. Mos e lëni të lësherrani Oreksi i mjetë e pamenazhuar. Deri në episodin e radhës, mirupafshim.